Horoskopi 2026 për Virgjëreshën. Ndryshime të mëdha në para, karrierë, shëndet dhe dashuri, Virgjëresha. Viti 2026 do të jetë një vit i thellë dhe transformues për ty. Ky është një vit për punë të rëndësishme pas skenave, për të rregulluar dhe përgatitur terrenin për një përmirësim të madh të jetës që të pret në 2027. Është një periudhë për të përpunuar të kaluarën, për të larguar ngarkesat mendore dhe për të lidhur me intuitën tënde në një mënyrë që të mbështet dhe jo të kritikon, edhe pse energjia e vitit tënd është më private dhe reflektuese. Kjo nuk do të thotë se do të fshihesh nga bota. Në 3 mars, hëna e plot hënore në shenjën tënde është koha perfekte për të hequr nevojën për të qenë perfekt dhe për të përqafuar bukurinë e të qenit je vërtet. Kjo energji do të shoqërojë gjatë gjithë vitit, duke të ndihmuar të jesh më autentik edhe më i qetë me veten. Gjëja më e rëndësishme për të mbajtur mend gjatë 2026 është se po përgatitesh për një rilançim personal. Përgjegjësitë që ndjeje dikur mbi supe do të fillojnë të zhduken një nga një, dhe kjo është një gjë e mirë. Nuk mund të rregullosh gjithçka për të gjithë, dhe ndërsa lirosh këtë barë këtë vit, do të gjesh më shumë kohë dhe energji për ëndrat e tua. Deri në fund të vitit, do të ndihesh më i lehtë, më i qëndrueshëm dhe i gatshëm për të hyrë në botë si një version më autentik i vetes. Ky është një vit për të reflektuar, për të lënë pas gjithçka që nuk të shërben më dhe për të përgatitur rrugën drejt mundësive të mëdha që të presin në vitin tjetër, në dashuri, karrierë dhe shëndet. Çdo hap i vogël që bën për të qartësuar mendimet dhe për të hequr barën emocionale do të shndërrohet në përfitime të mëdha. Viti 2026 është themeli, baza e fortë që do të mbështesë të ardhmen tënde të ndritur. Muajt më të mirë për Virgjëreshën në 2026, ka disa muaj gjatë vitit kur universi do të japë mbështetjen më të madhe dhe energjitë do të jenë në favorin tënd. Mars, fal hënës së plot hënore në shenjën tënde këtë muaj, do të ndjesh një ndjesi të fuqishme, mjaft është mjaft. Ky është momenti i duhur për të vendosur se kush dëshiron të jesh me të vërtetë dhe për të lënë pas gjithçka që të pengon. Është një periudhë e fuqishme për reflektim dhe vendime të rëndësishme për jetën tënde. Korrik, më 9 korrik, Venusi hyn në shenjën tënde, duke të bërë të ndihesh i vlerësuar dhe në harmoni të thellë me dëshirat e tua. Ky është muaji yt më i mirë për dashuri, për kujdesje për veten dhe lidhje emocionale. Gjërat që të bëjnë të ndihesh i dashur dhe i plotësuar do të jenë më të pranishme dhe më të lehta për t'i përjetuar. Shtator, muaji yt personal i ri nis me një hënë të re në shenjën tënde më 10 shtator. Kjo është një mundësi për të rifilluar, për të vendosur qëllime të reja dhe për të hapur një cikël të ri energjie në jetën tënde. Është momenti perfekt për plane të reja, ide kreative dhe për të përqendruar në atë që dëshiron të arrish gjatë vitit. Këta 3 muaj ofrojnë energji të fuqishme dhe mundësi të qarta për ndryshime, rritje personale dhe për të ndjerë mbështetje nga universi në rrugëtimin tënd. Nëse i përdor me ndërgjegje, 2026 mund të jetë viti që vendos themelet për një rilançim të madh në të gjitha fushat e jetës. Muajt më sfidues për Virgjëreshën në 2026, sfidat nuk do të thonë domosdoshmërisht gjëra të këqija, por gjatë këtyre muajve mund të hasësh disa pengesa më të mëdha që kërkojnë vëmendje dhe durim. Shkurt. Më 13 shkurt, Saturni hyn në shenjën e Dashit, duke sjellë përballje me çështje të rëndësishme lidhur me para, taksa ose afërsinë e thellë emocionale. Ky është një muaj për të përballuar gjërat që janë të pakëndshme, por të nevojshme për të zgjidhur. Prit sfida të mëdha, por gjithashtu mundësi për rritje dhe qartësi. Përballja me të vërtetat e vështira tani do të lejoj të ecësh përpara më e fortë. Gusht, hëna e plot hënore në Peshq më 28 gusht ndikon në sektorin e marrëdhënieve të tua. Një partneritet i rëndësishëm, qoftë në biznes apo në marrëdhënie personale, arrin një pikë kthese. Ky është një moment që kërkon ndershmëri dhe qartësi mbi kufijtë dhe nevojat e tua. Për disa virgjëresha, kjo mund të sjellë diskutime të vështira, për të tjerët mund të hapë një mundësi për rregullime të rëndësishme që forcojnë marrëdhënien. Nëntor. Hëna e plot në Binjak më 24 nëntor vendos në fokus karrierën dhe jetën publike. Do të ndihesh tërhequr midis detyrimeve të punës dhe nevojës për kohë private.
Ky është një muaj për të vendosur prioritete dhe për të mësuar të balancon energjitë profesionale dhe personale. Mund të ketë presion, por gjithashtu mund të shfaqë mundësi për organizim më të mirë dhe vendime të mençura. Këta muaj sfidues të 2026 nuk janë për të trembur, por për të ndihmuar Virgjëreshën të rritet, të mësoj dhe të vendos bazat për vitet e ardhshme. Çdo pengesë mund të shndërrohet në një hap përpara, nëse e përballon me durim dhe vetdije. Para, lek dhe bollëk për Virgjëreshën në 2026, Virgjëresha, me hyrjen e Saturnit në Dash këtë vit, 2026 është koha për të marrë kontroll të plot mbi financat e tua. Ky është viti për të qenë jashtëzakonisht i organizuar me borxhet, taksat dhe investimet. Nuk është një vit i fitimeve të shpejta apo shpërblimeve të menjëhershme, por është një vit i ndërtimit të një sigurie të fortë financiare që garanton që planet e tua afatgjata të jenë të qëndrueshme dhe të realizueshme. Në fund të qershorit, hyrja e Jupiterit në Luani sjell një dozë të lehtë fat në aspektin financiar. Para mund të vijnë përmes kanaleve të papritura, një rimbursim taksash, një trashëgimi të harruar ose një burim të ardhurash pasive që ke krijuar kohë më parë. Këto momente të papritura ofrojnë mbështetje dhe lehtësi, duke të rikthyer besimin se gjithçka po shkon në drejtimin e duhur. Pjesa e dytë e vitit është perfekte për të falur vetes çdo gabim financiar të kaluar. Të ndihesh je ngarkuar ose je fajsuar për vendime që nuk shkëlqyen siç do të doje, nuk do të sjellë asgjë të mirë. Lejo vetes të mësosh nga eksperiencat e kaluara dhe të ndërtosh plane më të forta dhe më të qarta. Deri në fund të vitit, ndjenja jote e bollëkut do të jetë e bazuar në një realitet të qartë. Ti e di saktësisht ku qëndron. Ke një plan të fortë dhe i menaxhuar mirë për të rritur pasuritë dhe për të siguruar stabilitetin financiar afatgjatë. Ky është viti që vendos themelet për një siguri financiare të qëndrueshme, për të ndërtuar liri dhe për të krijuar mundësi reale për të ardhmen. Me planifikim dhe durim, gjithçka që ndërton tani do të mbështesë një jetë të qëndrueshme dhe të bollshme. Shëndeti dhe mirëqenia, Virgjëresha, këtë vit fokusi kryesor në shëndetin tënd do të jetë mentali dhe shpirtëror. Me hyrjen e Jupiterit në shtëpinë tënde të 12-të, ky është një vit për të përballuar plagët emocionale të së kaluarës dhe për të lënë pas ankthin e grumbulluar. Të gjitha ato tensione që ke mbajtur brenda mund të fillojnë të lirohen, nëse i jep vetes mundësinë të përdorësh mjetet e duhura. Terapia, meditimi apo një ditar i ëndrave mund të jenë transformues për ty këtë vit, duke të dhënë qartësi dhe paqe të brendshme. Me Saturnin në shtëpinë tënde të 8-të, stresi mund të manifestohet si tension i thellë në trup, sidomos në pjesë që zakonisht nuk i kushtohet vëmendje. Kujdesi proaktiv ndaj shëndetit është aleati yt më i mirë këtë vit, mos e prit dhimbjen përpara se të veprosh. Prioritizo gjumin sikur të jetë një detyrë profesionale, sepse sistemi nervor ka nevojë për kohë pushimi për të përpunuar ndryshimet e brendshme që po ndodhin. Kur je mirë je pushuar, ndihesh praktikisht je paprekshëm e ky vit të jep mundësinë të përqendrohesh në shëndetin e të gjithë trupit dhe mendjes, të ndërgjegjësohesh për nevojat e tua emocionale dhe fizike dhe të krijosh një themel të fortë për vitet e ardhshme. Kujdesi për veten tani nuk është luks, është një investim i drejt për drejt në lumturinë, energjinë dhe stabilitetin tënd afatgjat. Dashuria dhe marrëdhëniet për Virgjëreshën në 2026, Virgjëresha, jeta jote e dashurisë po kalon një kontroll cilësie të madh këtë vit. Po largohesh nga marrëdhëniet ku ndihesh se duhet të jesh gjithmonë ajo që rregullon gjithçka dhe po lëviz drejt lidhjeve më të sinqerta dhe reciproke. Ti meriton të kujdesesh, po aq sa kujdesesh për të tjerët. Nëse je në një marrëdhënie, në 2026, marrëdhënia jote do të thellohet ndjeshëm. Në skenarin më të keq, mund të kuptosh që ke marrë mbi vete shumë punë emocionale. Në këtë rast, ulja për një bisedë të hapur me partnerin dhe rishikimi i roleve tuaja mund të bëjë mrekulli. Me Saturnin në shtëpinë tënde të intimitetit, po kërkon një angazhim më të thellë, një marrëdhënie që mund të përballojë momentet e vështira, jo vetëm ditët e lehta, pasi Venusi hyn në shenjën tënde në Korrik dhe hëna e re shfaqet në shenjën tënde në Shtator.
do të jetë më e lehtë të shprehësh nevojat dhe dëshirat e tua. Ky është një vit për të qenë më i hapur dhe i sinqert, për të lënë mënjan perfeksionizmin dhe për të treguar anën tënde të vërtetë dhe të ndjeshme. Mos haro, nuk duhet të jesh perfekt për të dashur. Marrëdhënia jote do të lulëzoj kur ndalon së përpjekuri të menaxhosh gjithçka dhe fillon të ndash veten tënd të sinqert dhe të prekshëm. Në fund të 2026, marrëdhënia jote do të ndjehet më e sigurt, më e qëndrueshme dhe më e lehtë, jo më si një detyrë tjetër në listën tënde të përditshme. Ky vit është për të krijuar një dashuri më të thellë, më të ndershme dhe më të balancuar, ku ti dhe partneri juaj mund të mbështesni njëri tjetrin në mënyrë të barabartë dhe të ndiheni të sigurt dhe të dashur. Dashuria për virgjëreshat beqare në 2026. Ky është viti kur nuk ke më dëshirë të rregullosh dikë tjetër. Përkundrazi, po kërkon dikë që e ka jetën nën kontroll dhe respekton kufitë e tu. Ky është një vit për lidhje të thella dhe të qëndrueshme, jo për aventura të shkurtra apo lidhje sipërfaqësore. Ti dëshiron një partner të barabartë dhe universi të jep lejen e plot të presësh dikë që realisht i plotëson standardet e tua të larta. Muaji yt më magnetik është korriku, kur Venusi hyn në shenjën tënde dhe të bën të ndihesh më i sigurt dhe gati të hapesh ndaj mundësive të reja. Gjatë këtij muaji, do të tërhiqesh më shumë nga vendet private dhe të qeta, një klasë meditimi, një bibliotekë e qetë, apo edhe një bisedë e thellë me një mik të vjetër. Ky është një vit për të takuar njerëz përmes konteksteve ku thellësia dhe autenticiteti janë më të rëndësishme se sipërfaqja. Është një periudhë e shkëlqyer për të ndjerë vlerësimin dhe besimin në vetvete, duke të lejuar të tërhiqesh drejt personave që ndajnë vlerat dhe energjitë e tua. Ky vit nuk është për të bërë kompromise të shpejta, është për të pritur, për të zgjedhur me mend dhe për të ndërtuar një lidhje që të mbështet dhe të frymëzon në mënyrë të barabartë.